Mirë, vazhdoj me nominimet. Alba në dhomën e rrëfimeve. Se vazhdo me frizë. Qyrni shoqa. Nuk hapet dera. Ja se do hapet. Okej, u hap. Hajde, moj Alba, hajde. Ç'kemi? Hajde, moj Alba. Si jeni? Neve mirë. Ja, duke shpresuar që mos të flasë shumë gjati tani të I përshëndes prapë nominimet. shumë gjithë njerëzit që i dua dhe që më duan, edhe gjithë ju që na ndiqni dhe që realisht e ndani mendjen, na duronin në gjithë këta gjëra. Hajde, fillojmë. Dy emra, dy arsye. Dy emra, dy arsye, siç është e zakonshme. Emri i parë që do të jetë gjithmonë është Labi. Jo vetëm për çështjen se si ka ndodhur tek unë, po edhe për tek gjithë banorët e tjerë, dhe unë akoma vazhdoj të qëndroj pjesës që duhet me reagu, jo me prit bëhet me e madhja, se pasi të bëhet me e madhja nuk na vyn pse me dal për jashta. Okej. Duhet me u parandalu gjërat. Emri dytë? Dhe emri i dytë e kam menduar pak të pjesë, se unë realisht me Sasën kam pas ftohtësi, po nga situata tani që ndodhi me Bian, pjesa e ofendimeve, e sharjeve, pjesa e shtytjeve, e bështymave edhe e gjuajtjes me bryl 3 herë për 3 javë, unë do të nominoj Bian, dhe sidomos edhe pjesa tjetër e ndryshimit pllakës direkte dhe nuk flitet realiteti ashtu siç është realiteti. Mirë, Alba, faleminderit, mund të kthesh. Kalofshit mirë, Edhe ti. zoti ju rujt.